Kandidati i pavarur Naim Baza, i cili ditë më parë ishte certifikuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor si kandidat i pavarur për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në Drenas, për sot kishte thirrur një takim me përkrahasit e tij për të bërë publik shpalljen e kandidaturës së tij për të parin e komunës së Drenasit. Në këtë takim ishin prezent një numër i madh i përkrahasve të tij, por në momentin e fundit ai vendosi që të tërheq kandidaturën e tij dhe të mbështes Partinë Demokratike të Kosovës dhe kandidatin e saj për këto zgjedhje. Ky vendim nuk u mirëprit as pak nga pjesa dërmuese të pranishmeve, ku ata të zhgënjur bëra ritmin Naimi. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë Mimi Kodheli shpallet sot nga komuna e Drenasit qytetare nderi e kësaj komune. Me të arritur në Drenas, Ministria Kodheli dhe stafi i saj u prit nga kryetari i komunës zoti Ramiz Lladrovsi. Në hyrje të komunës në korridor, stafi komunal i dëshirua në mirëseardhje ministres Kodheli. Në zyren pritse të zotit Lladrovsi, delegacioni shqiptar zhvilloi një bisedë vllazërore. Me që rast, Ministria Kodheli, kryetarit Lladrovsi, ja dhuroi një dhuratë. Organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport e komunës së Drenasit, në Drenas u mbajt manifestimi tashmë tradicional kulturor Sofra Poetike Ymer Elshani 2017. Fillimisht këtë manifestim e përshëndeti shefi i kabinetit të kryetarit Lladrovsi, Gani Sylaj. Të nderuar pjesëmarrës, sot në ka bashkuar manifestimi tradicional Sofra Poetike Ymer Elshani. Ndihemi lumtur që sot gjendëm në mesin tuaj, në mesin e ju krijuesve, që krahas pasqyrimit të botës materiale, arrini të pasqyroni edhe botën shpirtërore të njerëzve. Kjo sofrë poetike që kishte në gjirin e saj shkrimtarin, poetin, advetarin Ymer Elshani, nipën e shkrimtarit të madh dhe advetarit supatrembur Fazli Greqeci, si që mbyti udhbja në torturë, Fazlion, që ta godesti lëvizjen shkrimtare, ashtu ushtria serbe e mbyti mizërisht Ymer Elshanin me qëllim të shurjes së zërit që i këndon deliris. Në këtë sofër poetike, të lindur në periudhën e kushtimit, vargjet më të mira janë kushtuar liris. Në periudhën e luftës shkrimtare, për disa vite sofra nuk kushtua, por frymëzimet e saj ishin nga faktorët që ndikun që rinia jonë të rrëtë armët për shlirim. Krismat e këtyre armëve ishin vazhdim i poezive dhe recitime autoja. Pas luftës shlirimtare autoqykës, për të qenë bashkë me ne, Sofra more emrin Ymer Elshani si simbol ideale të lirisë. Të nderuar pjesëmarrës, uroj që poezit tuaja si nektari i luleve të jenë ushqim shpirtëror për brezin e tashëm dhe për brezin që do të vijë. Ju falenderoj. Suksese. Drejtoresha për Kulturë, Rini e Sport, Flutra Avdiu, e shpalli të hapur këtë manifestim.